Edhe pse ka përfunduar aventurën e saj në shtëpinë më të famshme që 2 vite, po vazhdon akoma të jetin. Bëhet fjalë për moderatoren Chiara Tito dhe për raportin që krijoi me fituesin e atij edicioni, këngëtarin Luiz Elli. Një ndjekës e ka pyetur për takimin e parë që ka pasur me artistin shkodran pas shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Cila është ndjesia jote e parë kur pe Luizin për herë të parë jashtë shtëpisë së famshme? Ka qenë pyetja që u parashtrua. Ka qenë e çuditshme, pasi më duke sikur kishim ikur në një planet tjetër dhe duhet të përshtateshim me këtë planet të ri, u shpreh ajo. Mu tutje, Chiara deklaroi. Njësia e kamerave dhe mikrofonave na ka ikur pak vonë. Na do t'ju kujtojmë se Chiara Tito dhe Luiz Elli tani janë prindërit e një vajze që ka mbushur 1 vit në muajin prill, e cila quhet Luna Marie Elli.